Të dashur miq të televizionit Nova, përshëndetje. Për dallim për emisioneve të kaluara kur aktualitetet politike do thot na kanë tërheqë çdo herë që të organizojmë debate për aktualitetet politike, do thot për shkak se vendi vetëm po afrohet rreth zgjedhjeve, kësaj radhe do thot kemi bërë një lëshim dhe këtë emision do t'ja dedikojmë vizionit të rinjve. Për të biseduar do thot se çka duan do thot të rinjët shqiptar këtu në Maqedoni, kam të ftuar 3 studentë të dalluar me cilët do të diskutojmë. Këtu pranë meje është zotri Ariton Rama, i sapo diplomuar në shkencat politike. Ariton, mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për hapësirën dhe mundësinë. Gjithashtu është Enes Jusufi, student absolvent në Fakultetin Ekonomik, Dega Tregtia, po? Po, ju faleminderit, ju përgazoj për ftesën, vetëm vazhdoni. Gjithashtu kam edhe Fuad Jonuzin, do thot student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm, ju faleminderit shumë për hapësirën dhe ftesën nga ne. Ariton, po fillojmë me juve, do thot kemi pa, do thot gjatë muajve të kaluar kemi qenë, do thot kemi pa shumë të rinj, do thot se pas diplomimit po i marrin diplomat dhe disi e marrin rrugën që edhe ato vetë nuk dinë, të cilët nuk dinë ku shkojnë. Për çka është kjo? Jeni pranë studentave vazhdimisht, do thotë i dini ato halle, dertet e tyre, pse do thotë marrin këtë rrugtim ato? Ju faleminderit shumë për pyetjen. Padyshim që kjo pyetje është mjaft aktuale. Kjo besoj që është sinkronizuar si problematik. E para migrimi dhe e dyta rinia apo perspektiva rinore. Nëse mund të flasim për migrimin në literaturën botërore, konsiderohet si ngjarje kritike e jetës. Ndërsa rinia është begatia e një shoqërie dhe një shteti. Kur begatia e shoqërisë dhe shtetit është një ngjarje apo një fenomen kritik të jetës, atëherë preferohet rrugat e luftimit të ekzistencës, të cilën është migrimi. Padyshim që janë 3 elemente të cilat janë apo 3 faktorë të cilët detyrojnë rinin dhe perspektivën rinore, kapacitetin e tyre ta shfrytëzojnë në migrim. E para është papunësia, e dyta është arsimi dhe e treta është mungesa dhe hapësirës në vendimarrje. Nëse mund flasim për papunësinë, është që Maqedonia ka përjetuar një tranzicion të brisht, të cilën ka stimuluar një sistem korruptiv ku ka kthyer shtyllat e meritokracisë, në të cilën e gjithë opusi i kapacitetit dhe burimeve njerëzore të kualifikuara janë konsideruar si të papunë, e mos flasim për ato burimet njerëzore të pakualifikuara, të cilët janë një numër i madh. Jemi numëros, dhe ky numërim që cilën referohet 35% të popullsisë, referohet si këtë proces ignorues në vendimarrje, dhe zakonisht rinia është pjesë e problemit dhe jo pjesë përgjithën e problemit. Mbjam fillon të theksojmë që në asnjë proces të vendimarrjes për të këshilluar, për të dhënë mendime dhe për të marrë vendime, rinia për vetë problemet të rinisë nuk është pjesë e saj. Normalisht sistemi i funksionalizimit shoqëror në shtet është i realizuar në mënyrë të gabuar, gjithmonë e bazuar në inkorporimin politik partijak, militanësh. Pra një shoqëri militantesh, të cilën kjo ka krijuar që kapaciteti njerëzor, sidomos asaj rinor studentor, të dalë jashtë shtetit, sepse aty ka një standard ndryshe jetësor. E dyta mbi gjitha është vlerësimi dhe mundësia dhe kushtet të cilën ofrohet, dhe e treta është hapësira të cilën ata mund të manovrojnë për të praktikuar atë aspektin teorik që ne kanë mësuar në universitet. Sa hapësira për vendimarrje, sa do ta gjejnë hapësirën për vendimarrje atje? Aty besoj që do ta gjejnë, sepse kapacitetit njerëzore aty mjaft shfryzohen dhe vlerësohen, duke pas parasysh se aty funksionalizohet strategjia afatgjate dhe sistemi i vlerave. Tek ne në Republikën e Maqedonisë nuk funksionon sistemi i vlerave. Në vendet perëndimore, sistemi i ri global ose sistemi i ri i funksionalizimit të shoqërisë bazohet mbi forcën e rinisë, të cilën shtyn proceset politike, ekonomike dhe sociale. Mjafton të theksojmë se në Parlamentin austriak kemi 2-3 deputet shqiptar, ose në Parlamentin e Gjermanisë, po ashtu në kantonet e Zvicrës, dhe kjo tregon se vendimarrja në proceset perëndimore, të cilat janë funksionalizim për vlerat racionale politike, janë të inkorporuara nga vetë rinia shqiptare në përgjithësi. Fot, e një të pyetje? Në fakt, këtë çështje kemi diskutuar edhe më herët, është një çështje ashtu edhe siç e thënë Artoni shumë aktuale, mirë po njëkohësisht edhe shumë shqetësuese. Duke pasur parasysh se rinia apo studentët në këtë rast janë celula apo bërthama esenciale e shoqërisë, janë motori kryesor e cila e shtyn përpara këtë shoqëri, dhe vetëm në bazë të një rinie që ndoshta mund të shpresojmë një perspektivë, duke pasur parasysh këtë do të kisha thënë karcinom ndoshta
në shoqërinë tonë ku ata po largohen dhe po shpresojnë që problemet apo atë aspektin pas diplomimit, gjithë atë investim të cilën e kanë bërë në vetë, edhe prindërit e tyre mirë, por edhe ata vetë të mund të ta shpërndajnë në vende të tjera, kjo është mjerim i paparë, sinqerisht. Mirë, po këtu faktorët disa prej tyre u cekën, ajo e cila është kryesor dhe esencial, padyshim që është papunësia, por është edhe arsimi. Në emisionet edhe më hershme, cilët do me thonë kemi qenë pranishëm e kemi cekë se tek ne nuk kemi një arsim ndoshta mjaft cilësor, dhe po ashtu nuk kemi edhe kualifikime në arsimin cilën duhet. Për shembull, të ne çdo kujt i cili mendohet mund shkon drejtimin cilin ai vetë don. Mirë, po duhet ta dimë se për cilin drejtim ai mund ta kryejë dhe mund që të sfidohet. Mirë, po unë prapë do të kisha thënë nuk jam i mendimit që gjithë ato kapacitetet e cilët i kemi ne të largohen prej vendit tonë. Kjo nuk është mënyra e gjithë, sepse ajo e cila ne duhet bëjmë është të qëndrojmë të fuqishëm këtu, ballafaqohemi me problemet dhe gjithë ata kapacitete të cilën e kemi marrë këtu dhe kemi, domethënë, e kemi marrë në shtetin tonë, ata ta shpërndajmë në shoqërinë tonë dhe të jemi të dobishëm si për veten, familjen, si dhe komunitetin në cilin jetojmë. Ares? Desha plotësisht pajtohem me kolegun e nderuar Fuadin, si dhe atë çka e tha Aritoni, thënë më thjesht një punë që shihet nuk ka dhe nevojë të debatohet. E përmendet emigrimin. Vetë fjala emigrim në logjikën apo se në psikologjinë e njerit, dhe me thonë mbjell në mënyrë direkte një gjendje stresi, një gjendje jo të mirë apo se negative në vetë logjikën e njerit. Është e vërtetuar se paraqitja e ndonjë problematike, do me thonë vjen si pasojë e ndonjë problemit më parshëm. Në këtë rast konkret, do me thonë problemi studentave me emigrimin e tyre. Pa dyshim se çdo njeri për veprimet që i ndërmerr apo se për ato që e vepron si pasojë e diçkajt, do me thonë ndjenjes së mos kënaqjes. Është e vërtetë se studenti shqiptar në Maqedoni, edhe përkundër mundit të cilin e jep apo se e kontribuon si në aspektin ekonomik, si në aspektin juridik, ndjehet i mos vlerësuar. Duke u nisur nga ky fakt, parashtrohet edhe pyetja se si studentët tjerë apo se studentët e shteteve të jashtme me sistemin e njëjtë arsimimit, sikurse në Maqedoni apo se sikurse në shtete tjera, prosperojnë më tepër, kanë hapësirë më tepër të promovimit të kualitetit të tyre, të involvohen për shembull në sektorin shtetëror, në sektorin publik apo se edhe në sektorin privat. Mendoj se është një problematik tepër e madhe, e cila besoj se do të jep bujë debatit sot. Enes, një pjesë të fajte, keni edhe ju vetë studentët të cilit nuk mobilizoheni dhe ti adresoni kritikat në vendin dhe institucionin e dur. Risi po i shohim studentët vazhdimisht shumë qetë, jeni, pa organizimi, nuk kemi pas njëherë studentët që të adresojmë disa pika me cilët, si shta edhe Fuati, nuk janë të kënaqur me sistemin e arsimimit, edhe t'i adresojnë të ministria, ne i dojmë këtë, i dojmë. Mund të them se mund pajtohem edhe me mendimin e juve, për shkaku se për t'ja ndryshuar mendimin të tjerëve, së pari do të ndryshojmë veten, ndërmarrim masa të ndryshme. T'jemi të sigurt dhe t'jemi sinqert, t'jemi real, së pari. Studenti shqiptar në Maqedoni besoj se edhe kam as mendimi që është tepër pasiv. Ndoshta ndërmiren aktivitetet ndryshme me organizata jo qeveritare, organizatat ndryshme studentore të cilat marrin aktivitetet ndryshme për zhvillimin, gravitet. Mirë po nuk e kanë atje në Mirë po, mendoj se janë jo fitimprurse, marrin aktivitetet thata, të cilat aktivitetet do me thonë nuk janë prodhuese apo se nuk kanë ndonjë produktivitet, do me thonë për të ardhmen në zhvillimin e organizimit studentave. A mund pajtohen plotësisht ato për pyetjen të cilën e parashtru dhe në farë mënyrë dhe kritikën. Duhet përkufizoj formulimin e rinisë. Vetë fjala rini nuk kupton progresi dhe progresi kërkon një lëvizje dhe lëvizja kërkon një energji, por edhe energjia kërkon një hapësirë. Normalisht që migrimi është një fenomen cili ka përshafuar popullin shqiptar në përgjithësi që në vitet e hershme të shekullit 20 dhe shekullit 21. Por sidomos sot intensiteti i migrimit ka filluar për arsye ekonomike dhe sociale dhe jo politike sigurisë si ishte në kohët e mëhershme.
duhet definoj që problematika më kryesore e rinisë në migrim është ridefinimi, që nuk kupton rishqyrtimin e identitetit dhe natalitetit. Mjafton të theksojmë që në fshatrat po dhe qytetet tona në Republikën e Maqedonisë janë të zbrasura, sidomos nga ajo që në ofron progresin dhe ardhmërinë, të cilën vetë është rinia. Por padyshim që problematikat e mos aktivizimit, të cilën kushtimisht themi rinia në gjumë, është mentaliteti veprues. Rinia ka problematika, rinia në Republikën e Maqedonisë ka problematika esenciale për ngritjen e mentalitetit veprues, apo racionalizimin e zgjidhjeve të problemeve të tyre. E kjo padyshim është me një realizim të një strategjie vepruese. Mungesa e një politikës të mirëfillt sociale, ekonomike dhe politike është e manifestuar edhe me një rini të cilën është koordinuar në nivele partijake, ku më shumë koordinohet dhe vlerësohet falni libreza e partisë sa diploma apo dituria e vetëriut. Po si arrihet kjo është që duhet parantalohet instrumentalizimi i vetë kapacitetit rinor. Nëse ne e vlerësojmë vlerën tonë si mekanizëm për të ndryshuar të gjitha akseset negative në vend, të cilën në të ardhmen mund të jenë të mirëfillta dhe të vlefshme për neve, atëherë ne duhet parandalojmë instrumentalizimin tonë si vlerë e shoqërore për të vepruar dhe njëkohësisht duhet veprojmë qoftë në sektorin civil dhe në sektorin publik. Por këto veprime duhet të jenë më të drejtë për drejtë. Kjo normalisht që ky veprim i drejtë për drejtë është shumë revolucionar, të cilën arrihet me një plan të cilën ky plan është ndërtuar në bazë të argumenteve, informimit dhe vlerësimit të situatës për të arritur deri tek zgjidhja. Dhe zgjidhja normalisht që duhet realizohet me të gjitha mekanizmat, qoftë politike, të cilat janë para qoftë në aspektin legjislativ, kushtetues apo standardeve të plambulave ndërkombëtare. Sa politika është, do thotë, mbjellur tek rinia shqiptare edhe sa rinia shqiptare po zhgënjehet nga ajo politikë? Në fakt, nocionin e saj, politika nuk kuptohet arti udhëheqës në përgjithësi, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Mirë po në të vërtetë se sa ky nocion po zbatohet ashtu siç duhet, është diçka ku po e shohim edhe ne vetë. Do të thonë, nuk besoj që nevojitet ndonjë koment. Sa është e pranishme politika apo sa po mbjellet tek rinia, mund të them që shumë e madh, fatkeqësisht. Dhe kjo politikë e cila po mbjellet po shihet në pyetjen paraprake tuaja në pasivizimin e rinisë. Sepse ne fatkeqësisht shohim që edhe unionet shumëta studentore, të cilët krijohen në mënyrë të përgjithshme, janë të cenzuruara dhe janë lëvizje partijake të fshehta, apo janë satelitet e tyre, të cilët veprojnë në këtë mënyrë. Dhe në këtë rast, ato asnjëherë nuk mund t'i tregojnë interesat dhe vullnetin e sinqert të vetë studentëve, sepse në këtë rast ato veprojnë sipas direktivave të dikujt tjetër apo të liderëve partijak, dhe në ato mënyrë ato edhe pastaj zhgënjehen prej atyre, do të kisha thënë, përfaqësuesve të tyre. Thash, politika është, domethënë, shumë e mbjellur tek rinia dhe edhe pse vazhdimisht po zhgënjen, me për një farë mënyrë ka ngelur një shpresë vetme tek ajo që një ditë politika do të mund që ata ti punëson një vend pune. Sot i riu limitohet vetë, këtë mund të them me plot bindje. Sot vetëm vepron që ta gjej një vend pune, që të mbijeton dhe vetëm aq u kry puna e tij. Kjo është një perceptim i gabuar mbi të ardhmen. Ne nuk duhet ta limitojmë veten në asnjë farë mënyre. Ne duhet që të veprojmë që atë profesion të cilën e kemi marrë, ta bëjmë mënyrën të duhur dhe jo të limitohemi vetëm me një vend pune. Sepse atë vend pune nuk e jep, as partia dhe nuk e jep as dikush tjetër, por duhet të japin kualitetet tuaja. Përderisa nuk funksionon kjo teori e meritokracisë, atëherë do duhet të ngelemi të zhgënjehur me teorinë e njoftësisë. Ajo që vlen edhe që tha edhe Aritoni, libreza partijake para diplomës. Enes, sa politika po mbjellet tek rinia shqiptare? Pse rinia shqiptare çdo herë do thotë larg politikës, mirë po çdo herë afër, mirë po pa benefite? Për të fat të keq, edhe kjo është një ndër problematikat e zhvilluara te studentët, përgjithësi e involvuar në popull, sikurse shpresë kinse nëse je antar i ndonjë partie, vetëm se e ke siguruar vendin e punës. Për fat të keq, studenti shqiptar vetëm se ka filluar t'i përkushtoj më shumë kohë politikës se sa zhvillimit të aftësive të tij, sikurse aftësive profesionale, varësisht prej drejtimit cilit është përcaktuar. Nga ana e tjetër, edhe organizatat e ndryshme studentore që krijohen, siç e qeku edhe Fuati, disi e kanë
në mënyrë të fshekur, të mbjellur, dhe me thonë, një farë sistemi i cili dirigjohet nga direktiva më të larta apo se nga organe më të larta të ndonjë partie. Derisa ne si student dallum jemi në dyshime, dhe me thonë, për shembull, po e marr, nëse kemi për qëllim të ofrojmë ndonjë alternativë të re, për shembull për ndonjë organizatë studentore, pa marrë parasysh se çdo gjë do me thonë ndodh për ndonjë arsye. Në këtë rast, arsyeja e jonë është pakënaqësia për drejtat tona të cilat na ofrohen. Çdo herë do me thonë ndihemi si të friksuar se nëse e kritikojmë dikë, do të jemi të shtypur apo se të kërcënuar. Mendoj se politikat e ne, vetëm se ka shluar, do me thonë, rrën shumë thellë, është krijuar edhe një mendim i gabuar edhe për studentët, nëse ke libres partijake, do me thonë, do involvohesh në punë apo se ndonjë vend pune, dhe këto as pak nuk mirët parasysh, do me thonë, cilësia e arsimit cilën ne jemi dedikuar, mund të them se gjysën e jetës tonë të përkushtojmë që në të ardhmen të investojmë në këtë shtetë. Mirë po, jemi plotësisht pesimist dhe jemi zhgënjur. Riton, qeveria do thotë ka zbatu disa masa për të rinjt, të cilat realisht nëse kapen dhe analizohet nga shqiptarët dhe kanë efekt, kanë dhënë efekt. Mirë po, të ne disi të ne populata shqiptare disi nuk po kapa, nuk di për çka. Ishte do thotë projekti Blej shtëpi Blej banesë, ishte projekti do thotë Blej shtëpi për të rinj, apo edhe projekti për vetpunësim. Në gjitha këto konkurset, të cilat kanë qenë të hapura, shumë pak shqiptarë kanë aplikuar. Pse ky mos interesim? Janë dy faktorë ose dy. Edhe sa janë këto masa lehtësuese për studentët? Është një masë lehtësuese, duhet të jemi korrekt mbi bazamentin e funksionalizimit të politikave sociale në Republikën e Maqedonisë. Ka disa programe të cilat kanë promovuar zbutjen e nivelit të lartë të gjendjes sociale ose krizës sociale në Republikën e Maqedonisë. Janë dy projekte konkrete, të cilat janë praktikuara nga vitet 2009-2010, por janë dy problematika mbi mos funksionalizimin ose të them më qartë mos përqafimin e pjesës shqiptare për të shfryzuar këto dy elemente. E parë është informimi jo i duhur dhe jo adekuat ndaj këtyre programeve, sepse shqiptarët në përgjithësi mendoni mediumeve apo partisë në qeveri? Edhe partisë në qeveri, por edhe për shkak se ai projekt ka qenë qeveritar. Po, edhe partisë në qeveri, por edhe autoriteteve sociale të cilat veprojnë në nivele lokale, duhet keni qasje më të drejtë për drejtë me qytetarët për të informuar korrektisht për programe sociale. Normalisht edhe mediat apo promovimi në media, jo sinkronizimi i këtyre dy elementeve për të afruar të qytetarët. Edhe dytë është mentaliteti i vetdijes shqiptare për të aplikuar në programe qeveritare, sepse përtasia nuk është një argument cilën duhet zbatuar tek ne si një akses civil qytetar. Për të marrë atributet tona, normalisht duhet edhe të vepruar dhe të kandiduar në këto programe politike. Duhet thënë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të qartas që populli shqiptar në Republikën e Maqedonisë nuk ka një lloj strategjie vepruese me të cilën duhet të aplikoj ose duhet të veproj për të realizuar ose përfituar këto programe ose këto politika sociale. Por kush e bën këtë përveç partisë qeveritare, medias, duhet edhe sektori civil ose jo qeveritar, sepse kjo sektori jo qeveritar në Republikën e Maqedonisë kryesisht është shabllon i disa veprimeve të cilat janë shndruar në monotone dhe identike njëra pas tjetrës. Prandaj nuk kemi ne sot të strukturuara organizata qeveritare të cilat mirën me ligjin e punës për shembull, ose në politika sociale, ose për ngritjen e kapaciteteve specializuese arsimore, shëndetësore, por edhe të këtyreve elementeve siç janë informimi për ngritjen e vetdijes dhe mentalitetit qytetar për të përfituar në programe sociale. Janë projekte konkrete, janë projekte të mira të cilat do zbusin zgjidhjen edhe interesave sociale ose krizave ekonomike në Republikën e Maqedonisë, sidomos të popullit qytetar që është mjaft i nevojshëm, por edhe nga ana tjetër është edhe numri i përkufizuar të cilën kanë këto Blej shtëpi dhe Blej banesë dhe subvencioneve të tjera, të cilat kanë një politikë manovruese dhe manipuluese qeveritare, të cilat më shumë janë të bazamentet ndëretnike. Shumë problematike të trajtohet një problem në mënyrën teorike në Republikën e Maqedonisë, sepse për të studiuar në interpretimin juridik dhe politik është mjaft e thjeshtë. Miratimi i ligjit, vendimi i ligjit, por edhe vendimi i ligjit bëhet në baza gjeografike, etnike dhe politike partijake.
të përfituesit të cilët janë për subvencioneve qeveritare bazohen në këto tre elemente. Në elementin geografik, etnik dhe partijak. Pra kemi një lloj riciklimi tredimensional të këtyre subvencioneve të cilën përfitojnë mjaft pak ata që duhet përfituar. Pse pëthu këtë për shkak se unë njoh shumë të rinj, do thot disa prej të rive cilët i njoh, të cilët kanë marrë këto subvencione do thot për blej shtëpi, blej banesë, si dhe për subvencionin do thot për vazhdimin e studimeve të matutjeshme. Unë i njoh personalisht dhe nuk kanë pas kur një farë pengese, përkundrazi kanë gjetë përkraje do thot ministri dhe i kanë përkrah do thot që të vazhdojnë ato. Do të isha shumë i kënaqur nëse ishte kështu. Normalisht unë po flas për problematikën e akses përgjithshëm, se ka edhe përjashtime dhe unë mund ta paraqes këtu eksperiencën time personale për të marrur një grant qeveritar, cilën më është garantuar, por nga ana tjetër edhe më është realizuar disa kritere të cilët nuk janë pjesë e konkursit, por janë në kritere nër tavolinë. Prandaj duhet të themi që duhet krijohet një veprim për të arritur deri tek qytetarët në mënyrë sa më tolerante dhe në mënyrë sa më transparente, për të përfituar në mënyrë sa më të mirëfillt ata të cilët duhet përfituar. Fuat, sa këto projekte do thot kanë arritë që të vedisojnë pak, të ngrejnë për i gjumit, do thot rini shqiptare, të aplikojnë në për projekte, të marrin hisën e tyre cilin të takon, për shkak se ka qenë edhe shumë projekti do thot për 100 studentët më të mirë, që sigurot ose punë, ose të mundësot do thot mjete financiare për të vazhdu studime. Pikrisht, Ministria e Arsimit dhe Shkencës mund të them që këtyre viteve të fundit ka qenë shumë aktive, do të thonë pas fenomenit të migrimit, edhe pse ky fenomen, do të thonë dita ditës ndoshta edhe është në rritje, fatkeqësisht mund të them, mirë po ajo rritje vjen si shkak i kuantitetit në arsimin e lartë. Unë thash që kjo duhet lidhet prej arsimit fillor dhe këndej. Ne kemi probleme shumë të rënda në arsim. Do të thonë duke filluar pra aty fillestare dhe në arsimin e lartë. Fatkeqësisht tash edhe arsimi i lartë është bosi një lloj biznesi dhe çdo kush i cili dëshiron që të merr një diplomë po arrin ata, pavarësisht prej mënyrave. Sa i përket këtyre subvencioneve të qeverisë, do të thonë duhet të jemi shumë të real që këto janë subvencione të cilat na dedikohen neve dhe ne duhet që t'i marrim ato dhe t'i shfrytëzojmë në një farë mënyre. Këtu unë mund të them që janë dy elemente, është edhe mos informimi i mirë, do të thonë nga ato pjesëtarë të cilët janë kompetent që të informojnë dhe ta thjeshtësojnë këto subvencione për studentët dhe për rinin, mirë po nga ana tjetër është edhe mos interesimi. Realisht mos interesimi vjen nga shkaku i mos besimit të këtyre subvencioneve të cilët dalin. Unë shoh shumë të ri për shembull në qoftë se del ndonjë konkurs apo ndonjë shpallje nga ana e ministrisë apo diçka tjetër, e marrin si diçka shumë të thjeshtë dhe thonë, "A belese nuk ka lidhje." Ose nuk ta japim pse nuk je parti ose diçka tjetër. Ose jemi përtac, do thotë edhe... Jo, do të thonë problemin e nuk mund ta bëjmë vetëm në anën tjetër. Problemi është tek ne, sepse thjesht informimi do të vjen vetëm në rast se ne interesohemi. Në rast se nuk interesohemi, atëherë ne nuk mund të informohemi. Këto projekte janë projekte shumë të mirëfillta, do të thonë të cilët gjatë këtyre, sidomos kjo e fundit, të cilët e cekët 100 studentët më të mirë, kjo do të thonë kemi qenë të përfshim edhe ne në këtë listë, ku qeveria ka premtu, përkatësisht Ministria e Arsimit në bashkëpunim me qeverinë ka premtu që studentët të cilët janë më të dalluar do të sigurohet vend pune. Mirë po me këtë 100 që nuk do të thotë që përfundon problemi i punësimit të të rinjve në Republikën e Maqedonisë. Mirë po, është një hap. Është një hap lehtësues, mirë po ky hap le të jetë vetëm si nismë, mirë po njëkohësisht edhe ky mision le të jetë si them një mesazh deri tek gjithë ata të ri që të zgjohen nga xhumi, që të shohin të drejtat e tyre dhe t'i marrin ato, sepse këto janë të drejtat të cilat na takojnë të gjithëve. Ky shtet domethënë është i gjithëve, nuk mund të konsiderohet që është shtet i njerëz fjalë apo e palës tjetër. Ky shtet është si jonë dhe atyre dhe në fakt nuk duhet të ekziston ai elementi ne dhe ata. Ne jemi të përbashkët, ky shtet është krijuar në korniza të përbashkëta dhe ashtu duhet të ekziston. Dëshiron apo nuk dëshiron dikush. Domethënë ne duhet të jemi të bindur këtë, mirë po vetëm në bazë të aktivitetit ton, duke mos qenë pasiv, ne mund të marrim ato të drejta. Në rast se ne jemi pasiv, ne atëherë vetëm mund të kritikojmë dhe ajo kritik nuk na bën dobi. Me paraqitjen e problemeve të ndryshme, dëshmuar në bazë psikologjike, besoj se spari duhet identifikohen shkaqet e problemit, pastaj arsyet e ndryshme, bërthama, për paraqitjen e problemit, pastaj do të thonë të miremi me problemin i cili është paraqitur. Është një fakt tepër i keq te vetë ne, sepse shumica e studentëve apo e qeverisë parimisht
harxojnë kohë apo se shumë resurse për t'i përmirësu problemet, ndërsa vetë që nuk e kanë kuptuar dhe me thonë bërthamën, qëllimet prej cilave bëran ai problem. Mendoj se problemet kryesore, si që ceku edhe Fuati, vinë qysh prej arsimit fillor, ati të mesëm, si dhe arsimit universitar. Mendoj se plotësisht duhet të ndërmirën masa, sikur se në arsim fillor, arsim të mesëm, si dhe arsimin universitar. Kur e thëm këtë arsye pse, shkaku se, si që thuhet një fjale e urtë, thot që të shihet dita dhe me thonë në pas dite, duhet vlerësohet se si fillohet në mëngjes. Sa për studentat këto aktivitetet që ndërmiren, mendoj se vetëm se janë si një pasqyrë thjesht për larjen e trunit, apo se si një manipulim, kinë se ne po punojmë, e faktikisht asgjë nuk po realizojmë. Studenti shqiptar, po është edhe ai Maqedonës, i palës tjetër, mendoj se të dy palët duhet fillojnë ndonjë lloj bashkëpunimi me organizatat ndryshme ndërkombëtare, duhet ta cekë këtu edhe faktin se nëse nuk janë të kënaqur nga institucionet vetë shtetërore, duhet ta lipin zgjidhjen, domethënë edhe në mënyrë më globale, në mënyrë më ndërkombëtare. Kisha dashur që ta promovoj edhe një farë reklame të jap organizatës më të madhe studentore AISEC-ut, i cili mirë domethënë me ndrimin ndërkombëtar të studentave, ku jam pjesë edhe unë, mëzyret në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Kirilit dhe Metodit, kush ka dëshirë dhe kush mendon se posedon kualitete të larta, që mendon që nuk mund t'i shpalos apo se mbas atyre kualiteteve nuk mund të arrijnë sukses në këtë shtet, të vjen lirisht, ka organet ndryshme për intervju të ndryshme, ti posedon. Po, e nesta ato talem ndoshta për më vonë. Arriton t'i kthehemi problematikës, nëse këto projekte kanë dhënë pak, do thot një dritë shprehse, cilat do të ishin ato hapat ose ato projektet inovative të cilet ne ose ju studentët do thot duhet t'i shpalosni para qeverisë që ato t'i ndërmarrin këto. Keni hulumtuar në herë, keni bën ai hulumtim të tillë? E para po flas për shkenca politike ose për natyrën të cilën unë i takoj. Fillimisht duhet vlerësuar se strukturimi apo skeletura e veprimit shoqëror civil, por edhe aty qytetaresk duhet bazuar mbi kritikën apo krimin e një opinioni kritik nga vetë qytetarët. Ky opinion kritik duhet bazamentohet, përthamohet në strategjinë politike qeveritare, të cilët manifestohet me propozime dhe konkurse. Dhe këto konkurse paraqesin mandej informimin dhe informimi mandej interesit. Prandaj kjo lëvizje apo kjo paralele bazohet mbi programet apo strategjitë ose në një farë mënyrë propozimet emancipuese të cilët duhet manifestohen dhe të promovohen nga vetë të rit apo nga vetë ne. Unë i takoj shkencës politike dhe janë pjesë e disa organizatave jo qeveritare, të cilët kryesisht mirret me çështjen e hulumtimeve dhe analizave të platformave politike, por edhe të vetdijes politike nga vetë të rit. Mendoj që të gjitha këto bazohen duke krijuar fillimisht një opinion kritik, nga opinioni kritik inkorporohen edhe interesat dhe problematikat të cilën i kanë vetë qytetarët dhe mandej krijohet një lloj platforme të cilën shndrohet qoftë një mision veprues të organizatave qeveritare, por qoftë edhe si një propozim qeveritar. Mendoj që në Republikën e Maqedonisë është mjaft e thjeshtë për të promovuar një politikë të mirë, sepse Republika e Maqedonisë ka problematika mjaft pragmatike, mjaft të thjeshta, qoftë mjaft terciale dhe por edhe primare, duke filluar nga infrastruktura, energjia, sistemi arsimor, sistemi ekonomik, sistemi shëndetësor. Dhe çdo propozim do të ishte zgjidhje dhe zgjedhje për qeverinë e Republikës Maqedonisë për të vepruar. Prandaj them që e vetëm një mënyrë të cilën duhet të realizuar deri tek këto propozime është do të bërë hapi i parë. Ky hapi i parë është që ne duhet jemi të gatshëm për të qenë pjesë e politikës, edhe jo pjesë si spektatori i politikës. Këtu duhet bërë dy konceptime, sepse për të qenë spektatori politikës si pjesë e problemit dhe të cilën më shirosh me atë problem dhe thjesht shndrohemi në në faktor e viktimës të problematikave në Republikën e Maqedonisë. Por të qenë në zgjidhjes së politikës, atëherë ne manifestojmë atë aksesin qytetares për të vepruar dhe zgjidhur problematikat dhe interesat tona. Por si realizohet kjo, unë nuk them që të gjithë marrin pjesë në politikë. Sepse sa më shumë që të marrin pjesë në politikë është një zjarr.
nëse afrohesh digjesh, por nëse largohesh krijon një acar. Duhet krijojmë një lloj Distance. jo, një lloj balaspeshe politike, të cilën duhet fillimisht të krijojmë një lloj vullneti dhe vedije qytetareske, të cilët duhet vepruar në bazë të kompetencave të cilën veprojmë. Në Republikën e Maqedonisë është shumë problematike ndarja e kompetencave. Dhe normalisht këto ndarje të kompetencave nëse ndahen në mënyrë të mirëfillt dhe organizative dhe funksionale, atë do të zgjidhen të gjitha problematikat. Sot kemi problematika të ndryshme kur një mjek mirret me politikë dhe politikani mirret me diçka tjetër. Dhe kjo desbalans krijon një lloj problematike tjetër e cila krijon një lloj krize politike dhe kriza politike shkakton fenomenet dhe pasojat ekonomike të cilat madje manifestohen me varfëri dhe demoralizim shoqëror dhe qytetaresk. Prandaj them se gjitha këto programet dhe platforma politike thjesht duhet të manifestohen me bazë të kritikave dhe interesave. Prandaj të strukturohen mirë në një lloj platforme dhe prandaj të krijohen një lloj propozimi. Çka do të ishte, do thotë, për studentët, nuk ka zgjidhje ideale. Mirë, po cila do të ishte ndonjë zgjidhje, do thotë, e pranueshme për gjithë studentët. Përveç kësaj 100 studentët, është mirë, do thotë, ndoshta të rritet numri apo të ketë vende të sigurta të punës, do thotë, për gjithë këto studentët, nëpër ndërmarrjet, nëpër këto investime të huaja që po vinë, apo t'ju vazhdohet, ndoshta edhe studimi më të tjeshëm. Në fakt, gjitha këto mundësi të cilet i dhatë dhe ju vetë janë shumë të mira, nëse IPA. Realisht, për të bërë një kërkesë e tillë duhet që të ketë një numër sa më të madh studentësh për të përpilu kërkesat e tyre në mënyrë të përbashkët, në mënyrë kolektive. Dhe bashkëpunimi midis universiteteve mund të them që është i dobët fatkeqësisht. Domethënë midis universiteteve po flas në gjithë territorin e Republikës, nuk shprehem pesimist në këtë aspekt, mirë po për momentin është i dobët. Për të shprehur gjitha kërkesat në mënyrë kështu të plotë dhe kolektive dhe një zëri për t'ia treguar ato institucionit i cili është kompetent për të zgjidhur ato. Projekti 100 studentët më të mirë, unë besoj që duhet jetë vetëm një projekt nismës, domethënë për të realizuar edhe projekte tjera, mirë po fillimisht unë mendoj që duhet bëhet një kategorizim i atyre programeve përshëndetësore. Unë i takoj sferës së juridikut dhe me plot bindje them që kemi kuantitet në këtë drejtim. Do me thonë, jo vetëm na mungon shumë kualiteti. Ne mund të themi që për universiteteve shqiptare tash, Universiteti i Tetovës si dhe Universiteti i Evropës Juglindore dalin një numër i madh i juristëve gjatë vitit. Mirë, po shumë pak ne jemi të njoftuar me atë aspektin praktik. Dhe tash qeveria, së bashku përkatësisht Ministria e Arsimit, duhet bashkëpunon si me parlamentet studentore, cilat janë kodër të universiteteve, po ashtu edhe me universitetet që të ketë një balansim të këtyre. Do me thonë, sa janë të nevojshme për shteti, mirë po edhe për ndërmarrjet private, që ashtu dalin, sepse tek ne, fatkeqësisht, do me thonë, dalin shumë jurista, unë mund të flas vetëm për sferën time, dalin shumë jurista, mirë po vetëm punsohen ata të cilët e kanë më shumë njoftësi dhe jo që kanë më shumë dituri. Segment tjetër është edhe çështja e praktikës. Tek ne, do me thonë, nuk ka praktikë të nevojshme cilët i bëhet studentëve. Ata nuk merren me aspektin praktik, por vetëm atë aspektin teorik. Po flas për ata të cilët të mësojnë dhe studiojnë në mënyrë të mirëfillt, dhe në këtë rast ne jemi të mangët kur ballafaqohemi herën e parë me atë aspektin praktik dhe dalim të mangët. Unë besoj që qeveria mirë po në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, të cilët këto kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe të cilët duhet që ta marrin edhe ata hapin e parë, mirë po edhe me parlamentet studentore, duhet që së bashku ti përpilojnë ato kërkesat dhe nevojat e tyre dhe së bashku në mënyrë të lirë, të drejt për drejt dhe demokratike të zgjedhen ato që t'jetë një zgjidhje sa më mirë, sepse me largimin e studentëve të cilët mendojnë, me thonë, dhe konsiderohen si më të mirë prej shtetit ton, nuk humb askush tjetër pos shtetit ton dhe shoqëria jonë. Andaj sa më shpejt duhet të ndërmirren hapa konkrete që të zgjidhen këto probleme dhe se kjo ajk e shoqërisë e cila gjendet në rinin ton të mos largohet në vende të tjera, por realisht gjithë atë investim dhe gjithë atë kapacitet të cilën e ka ta shfrytëzon dhe ta shpërndon në vendin ton. Nësë vini nga sektori ekonomisë, do thotë, sa ka hapësirë sektori biznesit të pranon gjithë studentët të cilët dalin dhe ti segmenton, do thotë, në për ato drejtimet të cilat kanë baru? Pyetje tepër e logjikshme, s'pari kisha deshur të përqendrohem te mendimi i Fuadit për aspektin e kuantitetit përkundrazi të kualitetit. Mendojmë që vetë studenti personalisht duhet ta mbjellat mendim apo se vetë dije që më shumë të investon në kualitet apo se ta ngrit cilësinë e kualiteteve personale, mos të bazohet në atë mendimin që
më shumë diploma e më pak dituri. E dyta është që mendoj që vetë aspekti ekonomik apo se ndërmarrjet sektori privat duhet vetëm se të lëshojnë rrënjë për shembull në për fakultetet. Po e zam si shembull fakultetin ekonomik me ndërmarrjen e aktiviteteve praktike të cilësohen studentët më të mirë, të zgjidhen 10 më të mirë për shembull të sektorit për tregtit jashtme, të mirën të involvohen në ndonjë kompani për resurse njerëzore, eksport ose import. Arsyeja e tretë, mendoj se në këtë rast Ministria e Ekonomisë, po ashtu edhe duhet të merr aktivitete të ndryshme me vetë studentët e ekonomisë. Ta përgazoj edhe një aktivitet vitin e kaluar ishte një bashkëpunim mes Ministrisë Ekonomisë dhe domethënë grupacionit e vëna për energji elektrike, që shpallën një konkurs për kursim të energjisë elektrike, mirëpo e pash veten disi si i lën anësh për shkak të arsyes se unë isha vetëm studenti i vetëm domethënë shqiptar i cili mirja pjesë domethënë në atë aktivitet dhe disi ndjehesha shumë në mënyrë negative për shkak se duhet jemi edhe real se pasiviteti apo se mos interesimi i studentit shqiptar është vetëm se duke u rritur në një nivel ende më të lartë. Arsye e tretë mendoj se edhe vetë shteti apo se qeveria duhet t'ju jep një farë shanse apo se ndihmese. Kur e them këtë shanse se ndihmesë, mendoj që duhet ju jep hapësirë studentave të cilët kanë vizion, kanë ide kreative, më inovative, duke ju ndihmuar me subvencione të ndryshme, për shembull. E nëse a duhet t'japë ministria juve hapësirë apo ju ta kërkoni hapësirën? Vetëm se ne e kemi kërkuar hapësirën dhe e kemi promovuar veten, mirë po ndonjëherë dikush ka qenë më me fat, ndonjëherë për fat keq dikush ka pasur edhe njoftësi, ndonjëherë dikush është i treguar më i gjendshëm dhe ka arritur t'i arrit ato pika. Qëllimet. Pajtohem plotësisht edhe me Nisin që promovon këtë konceptin se duhet të jemi më ambicios. Mendoj që rini shqiptari mungon buka, barazia, uniteti, kohezioni social dhe ambicia. Të gjitha këto katër elemente pasqyrojnë një treg të punës. Shoqëria dhe shteti është një lloj familje e madhe, por edhe një tregu i punës, kushtimisht themi. Unë nuk e kuptoj mentalitetin apo konceptin e veprimit pragmatik të cilën e bën vetë rinia, të cilën pretendon që pas diplomimit të influencohet në sektorin publik. Kjo vetë statistikat të cilët i ka realizuar Organizata Ndërkombëtare e Punës thotë që Republika e Maqedonisë është një lloj fabrike e punësimit në nivel administrativ, po qeveria kryesisht, në nivel administrative, sektoreve publike dhe kjo nuk kupton që ky shtet është i kapur dhe ky shtet i cili është i kapur mandej edhe menaxhohet shumë a lehtë që nga sistemi i zgjedhjeve, të votave dhe njëkohësisht të fitimeve profitabile të cilën e bën vetë qeveria. Ne duhet fillimisht të ndryshuar ky perceptim i të vepruarit ton, të fokusohemi më shumë në sektorin privat, të fokusohemi më shumë në vetë punësimin ton, në krijimin e ambicieve tona me bizneset tona inovative, kreative, efektive dhe efikase, dhe normalisht që ato të cilën e kemi mësuar në gjatë fakultetit të manifestojmë edhe në tregun e punës në mënyrë individuale. Ajo që vlen theksuar është që edhe ju vetë insistuat edhe jashtë kamerave që ne duhet të jemi më optimist. Po ndonjëherë pesimist është optimisti më i madh. Dhe prandaj themi që kjo veprim dhe ky mentalitet i perceptimit vepruar pas postdiplomike duhet të orientohet në këto nivele, por duhet theksuar që edhe qeveria duhet stimuloj këtë akses të cilën unë e tham, sepse qeveria duhet përkrah një program politik, ekonomik dhe social për të dhënë subvencione sektorit privat, bizneseve të mëdha, të vogla dhe të mesme, të cilët këto subvencione të cilët mund të jenë minimale dhe maksimale duhet fuqizojnë aftësinë për punësim edhe nga sektori privat. Krijimi i klimave ekonomike funksionale dhe vepruese në Republikën e Maqedonisë, sidomos për bizneseve të vogla dhe të mesme, është skandalos. Sidomos në rajonin e Pollogut apo në rajone të tjera, të cilat janë të manipuluara kryesisht nga mosqasja profesionale e cila mund të jep një terren të tregut ekonomik. Fuqia tregu bazohet mbi fuqinë e punëtorëve në bazë të balancimit të kërkesës dhe të ofertës dhe kjo balancim do të ofronte edhe atë ofrimi ambicieve për të shfryzuar si kapacitet dhe potencial nga vetërit. Nëse është politika, do thotë, çështja më kryesore për punësimin e një njeriu.
Sa jeni kontaktu, do thot ju prej partive politike shqiptare, për shkak se ne kuptohet se nuk mund të bëjmë pjesë në partitë maqedonase. Ndoshta është tash Pyetje me spec. sa jeni kontaktu nga partitë shqiptare që të vinë të ofroni, do thot, idejtë e juaja? Në fakt, ka pasur, do më thonë, kontaktime të tilla, dhe nuk mund të themi vetëm për një parti, por mund të themi për gjitha partive ekzistuese cilët janë. Ndoshta jo për gjitha, se janë edhe shumë. Do të kisha thënë numër janë shumë, ku fatkeqësisht edhe nuk i njohim disa, sepse dita ditës vetëm hapen dhe kjo është edhe një fenomen tjetër, cilët besoj që duhet mbat një debat i veçantë. Realisht, kontakte të tilla kemi pas, mirë po, unë mendoj, unë kam një parim mjetësor, përderisa nuk e investoj atë cilën në vetveten time që ta plotësoj apo të jemi plot një farë aspekti, unë nuk mund që të inkuadrohem apo të involvohem, domethënë, edhe në politikë. Thash edhe më herët, politika është arti udhëheqjes, është një dimension shumë i rëndësishëm shoqëror, ku edhe vetë e shohim se çfarë roli po luan edhe sot. Kontakte të tilla nuk besoj që kanë pasur, unë besoj që kanë pasur edhe kolegët e mi, domethënë. Por ama tash një farë mënyrë jemi shmangur prej atyre, sepse realisht intencija atyre ka qenë që ne të involvohemi në parti politike dhe jo që dëgjohen ndoshta idejt tona. Fakt, idejt ato dalin pasi që të involvohemi, mirë po, si parim thash, përderisa nuk plotësohem ende si një individ i plot, unë nuk besoj që jam i gatshëm që të shërbej edhe shoqërisë në përgjithësi, po edhe rinisë në veçanti pasi që është tema e veçantë. Enes, ato këshillet për politika strategjike funksionojnë pothuajse në çdo parti. Edhe aty shohin, do thotë, i marrin njerëz të cilët kanë vizion edhe që mund të sjellin projekte inovative. Sa ju jeni kontaktuar nga këto këshille, nga këto parti? Kisha dashur edhe unë të pajtohem së bashku me Fuatin, bazohem në një teori shumë të thjeshtë, nëse kisha dashur të ndryshoj të tjerët apo se të ndryshoj një gjendje më globale, atëherë s'pari do kisha fillu prej vetës të ndryshoj veten. Mendoj se duke u bazuar në obligimet e përditshme, sikurse ato të fakultetit apo se obligimet e tjera të punës, s'pari kisha dashur të ndryshoj veten, të investoj ende në vete. Mendoj se ende jemi të ri, të miremi me politikat të ndryshme apo se bazuar me problematikat ndryshme, të cilat vetë se më s'di sa vite duken si kanë filluar të heqin atë maskën dhe ti shprehin ato realitetet e vetme për cilat kanë punuar apo se për interesat e tyre, kështu që mendoj që më e mira për neve është që të miremi me punët studentore dhe të jemi më pasiv apo se më larg politikës. Pas punës studentore? Në parti? Nuk ishe dashur ta komentoj. Po, tërnë. Dhe the që fakti që them që për momentin nuk miremi, kjo nuk do të thotë që në të ardhmen një gjë e tillë nuk është e mundshme. Sepse realisht kjo nuk nënkuptohet që ne dëshirojmë që të promovojmë apo që të jemi parti politike. Por realisht për të ndryshuar shoqërinë tonë po prit një ofertë të mirë. Jo, nuk është ideja të ofertë. Në fakt, ajo që qëndron unë e shoh edhe tek partitë shqiptare në përgjithësi, nuk ka ndonjë platformë reale se çka do të ndryshon. Vazhdimisht nëpër televizionin dëgjojmë vetëm kritika të njërit tjetrit. Mirë, po askush nuk ofron ndonjë zgjidhje konkrete. Dhe kjo, domethënë, është gjithçka shumë absurde. Përderisa të pengon diçka tek tjetri, ti duhet të ofrosh diçka tjetër më të mirë, që mund ta realizosh dhe jo vetëm ta premtosh. Domethënë, kjo është një element tjetër. Ajo që po dua të them është se për në të ardhmen ne nuk mund ta mohojmë se domethënë ne duhet, pasi që jemi duke mësuar dhe duke studiu, ne duhet që ja kemi bosh kësaj shoqërie që të ndihmojmë. Dhe pasi që politika është një segment shumë i rëndësishëm që këtë ndihmës ne mund ta bëjmë, ne nuk do të thotë që pse tani nuk duam, nuk nënkupton që në të ardhmen nuk do dëshirojmë. Por realisht kur të jesë koha e dur që edhe të jemi të gatshëm ne që të mund të ndryshojmë shoqëria, atëherë besoj që do të merret vendimi i duhur dhe ta shohim për më. Ritoni, përmeni fati platformat politike, sa të rriti analizojnë platformat politike të partive? Unë jam pjesë e shkencave politike dhe kam pas detyrë të analizoj edhe vetë analizat e mia politike të platformave politike. I kam bërë vetëm në Republikën Maqedonisë, por edhe i kam krahasuar me parti tjera në rajon, por edhe në nivel ndërkombëtar. Po duhet të theksoj që zgjidhja për të aktivizuar në politikë dhe ambicet politike kanë disa predispozite. Para, ne duhet të krijojmë një lloj kulture politike. Kjo kulturë politike gërsheton ideologjinë politike, strukturën politike, sistemin politik dhe platformën politike.
këto 4 elemente duhet shqyrtuar në kompromiset dhe konsenzuset tona, cilët janë përballë partive politike. Mentaliteti i partive tona politike kur të ofrohen kanë vetëm kriteret dhe parimet e veta dhe nuk të japim aftësi për t'i ofruar ne parimet dhe kriteret tona. Kjo është diskriminimi që në start që në tavolinë që bëhet në lloj manovrimit apo mos hapësire cilën ofrohet diskriminuese për nga potenciali dhe kapaciteti i ri për t'inkuadruar në politikë. Për politika ka shumë qasje për t'inkuadruar, qoftë në nivel direkt ose në mënyrë indirekte, për të kontribuar në nivelet politike për interesat e qytetarëve. Analiza e platformave politike fillimisht ka një problematikë të përgjithshme të gjithë partitë politike. E para është se janë identike vit pas viti dhe e dyta mungon strategjia afatgjatë. Me dallim në nivele rajonale, si është Kroacia, Slovenia, por edhe Shqipëria ka filluar në platforma politike nuk shoh veprimtari politike 50 vjeçare, 20 vjeçare, 30 vjeçare, por shoh kryesisht veprimtari politike të cilët nuk kanë vizion të niveleve të tilla, por vizioni ndalohet në nivel 4 vjeçar ose 10 vjeçar. Sa për të fituar një mandat, pastaj të tjera të vinë. Dhe këtu kam krijuar një përshtypje që partitë politike dhe elita politike vepron për zgjedhjet të ardhshme dhe jo për gjeneratat e ardhshme. Dhe këtu qëndron problematika esenciale. Dhe e dyta është se gjitha platformat politike të cilat unë i kam lexuar dhe i kam definuar janë karaktere të përgjithshëm. Nuk mirë me problematika të strukturuar, të kategorizuara dhe konkrete, por me problematika të përgjithshme. Sidomos mund flas për kategorinë e rinisë, të cilat janë arsimi, struktura apo investimi në sport dhe këto elemente të cilat janë shablon të këtyre politikave dhe elita politike në politikën e maqonisë. E dyta, nuk kanë përputhje ideologjik. Një parti politike duhet të përputh platformën e saj në bazë ideologjisë, majtas, djathtas, në qendër, siç është për shembull në Kanada ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është aktuale zgjedhjet presidenciale ku definohen platformat vepruese të presidentit në bazë të ideologjisë socialiste apo të djathta, të majta, konservatore e kështu me radhë. Prandaj them që këto politikat dhe platforma politike duhen edhe një akses tjetër të përmendit që janë më shumë teorike, sepse një platformë politike nga teoria duhet del në praktikë dhe këtë nuk e shoh. Manifestimi i platformës politike nga ajo që është shkruar në atë të bërë është një oqean i tërë mes një rast tjetër. Prandaj them që partitë politike dhe elita politike fillimisht them që duhet koordinohet, funksionalizohet në bazë të një strukture të degëve, të platformës që posedon statutin që cilën e ka dhe jo të manifestohet vetëm nga lideri. Tek ne dhe kampanjat zgjedhore nuk japin rëndësi platformave politike. Nuk shoh tek ne, sidomos në emisionet debative të flasim për platformat e tyre, për strategjinë e tyre politike, për më shumë flasim ftohen gjithë liderët e partive politike ose figurat eminente të partive politike dhe kritikojnë njëri me tjetrin për problematikat ose temat aktuale të cilat ndodhin sot. Nuk flasim për popullsinë, se si duhet zgjidhet, për sisteme të ndryshme shoqërore dhe kjo prandaj them që këto platforma politike janë vetëm në aksesin e pasivitetit dhe jo të aktivizimeve politike. Po kjo nuk është faji i partive politike, kjo është edhe faji i kulturës politike të cilën e kanë vetë qytetarët, sepse kur janë para letrës apo të themi para proceseve të votimit, ata votojnë partinë politike ose një lider politik, por nuk e votojnë platformën politike. Prandaj edhe çësia dhe rëndësia e partive politike nuk i fokusohet platformës, por i fokusohet personazheve. Prandaj edhe strategjia e partive politike fokusohet më shumë në gërshëtimin e personazheve eminente dhe jo në personazhet të cilët krijojnë platforma strategjike dhe vepruese, të cilën pra krijojnë personazhe të cilën kanë emër qoftë me vlerë, por qoftë në sistemin antivlerës dhe nuk fokusohen në personazhe të cilët janë profesionale për të ndërtuar politikat të mirëfillta në sistemin shoqëror. Enis, çka thonë platformat politike në aspektin ekonomik? Keni pas mundësi t'i lexoni ato apo keni pa copy paste? Thash, jemi real, vetëm se ky popull i cili jeton në territorin e Republikës Maqedonisë, mendoj se është tepër i lodhur nga vetë fjala politik, duke u bazuar mendimin se politikanët duke shfrytzuar kohën që të kritikohen mes vete, vetëm se e kanë harruar popullin apo se e kanë harruar atë që e kanë realizuar. Sa i përket politikës, në lidhje me atë se çka premtojnë dhe çka realizojnë, mund të themi se askush nuk është i kënaqur, pajtohem njëjtë edhe me Aritonin. Mendoj se vetëm se duhet
edhe pak zgjohet vetdia e popullit, ta shqyrtojnë edhe platformën e partive politike, apo se jo t'i votojnë personat për të cilët i kanë fanatizuar, apo se mendojnë që e japin votën, dhe me thonë, në mënyrë adekuate. E përmendet edhe më parë involvimin tanë në partit politike, mendoj se tash për tash është e pavlerë të flasim për politikë duke u bazuar në atë fakt se po e shohim se sa politika po e vlerëson popullin, mirë po çdo herë po e përmendin atë fjalën demokraci e për neve po vendos dikush tjetër. Mendoj se është e pavlerë të lodhemi në këtë çështje. Cilat janë ambicjet e trive? Keni biseduar në thot mes shoqërisë, cilat janë ambicjet e trive? Çdo kush ka ambicjet e veta. Cilat ato dominojnë, cilat figura dominojnë më shumë tek ambicjet? Dikush ka ambicie për t'u largu nga vendi, dikush ka ambicie për të kriju biznes këtu. Cilat janë ato elementet? Po tash mund të them që çdo student ka ato ambicjet e veta, do të thonë disa prej tyre e cekët fatkeqësisht është migrimi, do të thonë që të largohen, kanë familje jashtë dhe dëshirojnë që jetën e tyre të vazhdojnë jashtë. Dikush pasurohet mbrana natës? Ka edhe prej tyre, ka edhe prej tyre, po fakt dikush ka edhe që të vazhdon bizneset, ka edhe prej tyre të cilët dëshirojnë që do të thonë t'japin më të mirën prej vetes që të kontribuojnë pozitivisht edhe për shoqërinë. Ka fatmirësi. Këto anketa kanë treguar se ambicet shumica prej studentëve kanë sa më shpejt edhe të martohen. Në fakt është një barcolet, tash besoj që është mirë ta themi këtu paksa edhe emisionet, sepse mund të paksa si shumë serioz, do të thonë të marrë një kahje tjetër. Një profesor apo një dietar shkon në një klasë me studentë dhe thotë që Zoti ju dhasht shumë dituri, edhe disa prej tyre thojnë amen. Pastaj thotë Zoti ju dhash shumë pasuri, thojnë amen, se kur thotë Zoti ju martoft krejt çon kam dhe thojnë amen. Domethënë ato ka intencat shumë të tash. Mirë, po nuk mund të themi, këto janë të përgjithësuara, janë natyrave të ndryshme dhe secili çu percepton jetën e vet dhe i ka ambicjet e veta. Realisht mund të themi që ka fatkeqësisht edhe prej tyre cilët nuk shohin ndonjë progres dhe perspektivë këtu në Republikën e Maqedonisë dhe dëshirojnë që të largohen, mirë po fatmirësisht është edhe pjesa tjetër ku shohin atë se zgjidhja e problemit nuk është të hikësh problemin dhe të largosh për problemit, është po të ballafaqosh me atë dhe ta zgjedhësh. Riton, ambicjet? Ambicjet unë nuk dua ta kem fatin Amerikës ose Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1960, të cilën është njohur një fenomen police revolution. Është një tregim në cili është një ngjarje vërtet në fakt, se një profesor i psikologjisë mbledhi disa studentë dhe tha hajde të bëjmë një revolucion, ta largojmë këtë sistem të korruptuar ekonomik dhe politik. Dhe këta studentë të gjithë një nga një u larguan. Do detyrua që ky profesor të porosisë një billboard 50 metrash dhe ta orientojnë nga oqeani dhe të thotë police revolution. Pra që gjithë oqeani të bartët në Shtetet Bashkuara të Amerikës që të fillojë gjithçka nga fillimi. Kjo si pasojë mungesës së ambicjeve studentore ose vetë të rive nga studentët. Ajo që duhet vlerësosh që fillimisht përveç ambicie krijon vetbesimin. Duhet që vetë rinia të krijojë vetbesimin që don dhe mund t'ia dalë. Dhe kjo normalisht realizohet shumë lehtë nëse krijon një lloj vetbesimi dhe duhet theksuar që nuk është gjithçka zi apo nuk është gjithçka e parandaluar në Republikën e Maqedonisë, por thjesht duhet një lloj çësje më të drejtë dhe inovative të cilën kërkon ky vend. Ky popull është i lodhur që ta e nisi, por normalisht kjo lodhje kërkon edhe zgjidhje. Dhe zgjidhja normalisht duhet arrihet nga vetërit. Dhe prandaj kjo mosmungesë e ambicjes vetrinore manifestohet nga mosmungesa e vetbesimit. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm që jemi fuqi dhe kemi fuqi për të ndryshuar, nëse e dim fuqinë tonë si një mekanizëm për të ndryshuar vendin tonë, atëherë ne do t'ia dalim. Po jetojmë në një fenomen globalist dhe çësia teknologjike, interneti dhe këto elemente tjera kanë bërë që ne të marrim informacione të hatokshme si shembull, të cilën tregojmë që rinia është konsideruar si mekanizëm i ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe politike në vend. Por edhe shqiptarët kanë pas këtë element. Mos të harrojmë protestat e 89-shit, 68-s, luftat shërimtare që kanë ndodhur për të realizuar interesat e veta. Kjo tregon që në të kaluarën shqiptare dhe vetë rinia shqiptare për krimin e universitetit ku unë kam studiuar në 94-t kanë arritur të realizojnë ndryshime në vend, këtë dua, këtë mekanizëm e dua dhe këtë ambicie dua që të rinia të orientohet në dy elemente, interesin personal që ta bartë në interes të përgjithshëm dhe interesin e përgjithshëm ta bartë në interesin personal.
Prandaj themi që ne I takojmë pjesë kësaj shoqërisë. Mos shikojmë vetëm rreth oborit ton apo Ariton, më keni bë tash si ato politikanë. Shumë po premtoni mirë po asesi shumë po premtoni mirë po nuk po ju shon vepër. Pse nuk organizoni ju trit? Unë po flas në ases përgjithshëm, nëse kërkoni në nivel individual, unë mund të tregoj një lloj karriere time politike, kushtëmisë civile themi nga mosha 15 vjeçare në 23 vjeçare, që jam ndër themeluese të 3 organizative qytetare, kemi bërë shumë aktivitete, qoftë kombëtare, kulturore, kam qenë në sektorin human, në sektorin e aktivitete humanitare dhe normalisht që këto aksese I ka manifestuar ato të cilën po I flas. Prandaj them që unë dua një shoqëri të cilën manevron në të gjitha sektoret shoqërore, edhe ekonomike dhe politike sociale. Ato që them unë edhe kam bërë me ato mekanizma dhe kompetenca që I kam pas. Tash në nivelin post-diplomike pretendoj të jem më profesional në punën cilën veproj dhe jam në pjesë instituteve të studimeve politike që krijoj analiza politike për platforma politike në Republikën e Maqedonisë. Nisë pyetja ndoshta edhe e fundit për shkak se jemi në minutat e fundit, cili duhet jetë vizioni I studentëve për të ardhmen? Mendoj që s'pari fillimisht nuk duhet jemi pesimist, përkundrazi duhet jemi më optimista, me vetë optimizëm, dhe në kuptojmë edhe domethënë cakun për të cilin e kemi caktuar që t'ja arrijmë me vetë. Më falë që po ju ndërprej. Në fillim të emisionit erdhët shumë pesimista, tash po dilni shumë optimista. Kjo më gëzon nëse ka dhënë këtë mesazh ky emision. Po tash se vetë e kemi kuptuar që nëse merremi me të ardhmen nuk do kemi edhe kohë. Nëse merremi me të kaluarën, më falni, nuk do kemi edhe kohë që ta gjejmë të ardhmen. Po bazojmë në historitë e njerëzve më të suksesshëm në botë, të cilët vetë se kanë mësuar prej të kaluarës, si dhe kanë ditur se si ta ndërtojmë të ardhmen. Mendoj se duhet në përgjithësi studentat që të jenë më aktiv, të ndërmirën me organizata të ndryshme, me projekte më të ndryshme, të interesohen më tepër, ta zgjojnë vetëdijsimin e vet, mos të jenë pesimist, të besojnë në vetvete më tepër, mirëpo para se gjithashtë të jenë edhe më aktiv, mos janë edhe asa pas. Fuad, nuk kam pas studenta të cilët kanë kriju, do thotë ndonjë forum ose diçka union apo si doni çune, të cilët kanë kërkuar, do thotë takime me liderët politik. Dhe të krijojnë disa pika, si në aspektin ekonomik, juridik, këtë, ju lutem liderëve të politik. Ju jeni që na përfaqësoni neve. Urdhnoni këto duhet dhe mund t'i zbatoni. Falë më ndeshë kuptoj. Unë thashë dhe njerë që ne duhet sinkronizohen në bazë të kompetencave. Nëse doni një përgjigje konkrete, ne kemi qenë, mësoj dhe me gjithë kolegët tu, pjesë e forumeve Unicode, lidhjes nxënësve shqiptarë, cilë kemi qenë pjesë e takimeve të liderëve dhe të drejt, po të shpalosur problemeve tona të cilë kanë qenë me ministrin e arsimit atëshëm, me kryetarët të komunave, por edhe me drejtoritë të ndryshme të cilët kanë qenë kompetent për realizimin e problemeve tona. Mos harroj që takimi drejt për drejt me liderët personalisht e kam realizuar edhe po kërkojmë takime permanente, do thotë, jo një herë në 5 vite. Ajo realizohet normalisht nëse kemi një veprim konstant njëra mes tjetrës dhe normalisht duke trajtuar problemet tona, interesat tona I plasojmë edhe tek këto. Por manifestimi jonë veprues atëherë në organizata jo qeveritare ka ndodhur në bazë të sektoreve të ndryshme, të cilët kanë qenë kryesisht kulturore, ekonomike, për ngritjen e vetdijes të vetë qytetarët, të vetë moshatarët tonë, mandej tek qytetarët. Dhe kjo ka pasur akses, por sot ne kemi dalur në një shabllon tjetër. Kjo është pak më serioz diplomatik, të cilën kryesisht e ofrojmë nëpërmjet mediave apo nëpërmjet hapësirave, konferencave të ndryshme të cilët organizohen ku ballafaqohemi drejt për drejt edhe me ata të cilët janë pjesë e proceseve për të gjithë problemet. Takimi drejt për drejt kam qenë pjesë e këtyre takimeve të drejt për drejt edhe në nivel kombëtar me liderët nga Shqipëria dhe nga Kosova, të cilët kanë për njëjta problematika nga vetë rinia atje. Pra kjo është një fenomen I mbar kombëtar I rinisë shqiptare të cilët nuk krijojnë një çështje konstruktive të elitës politike për të paraqitur problemet. Prandaj ne kemi shkuar nëse nuk kemi komunitetin e caktuar nga vetë liderët politik, nga vetë elita politike, nga vetë drejtoritë dhe strukturat politike, jemi distancuar dhe kemi krijuar atë platformën tonë në distancë me rrugë tjera protestuese, por edhe vepruese në nivelet organizative siç është tërheqja të rrumbullakta, konferencat dhe aktivitetet drejt për drejta në terren. Këto janë tre elementet. Fakt, me thonë, ne me Aritonën e Maherët jemi marrë me aktivitetet ndryshme, ku edhe I ceki disa prej tyre, mund të themi që një pjesë përgjigjes edhe ai. Në qoftë se flasim për kohën e tanishme, unë nuk shoh ndonjë union studentar I cili mund të them që është stabil dhe I cili është I pacenzuruar.
Edhe për këtë rast ata realisht me keqardhje e them këtë, sepse nuk është një gjendje lakmueshme për studentët. Fakt unë e thash edhe më herët se ne nuk mund të shprehim interesat dhe kërkesat tona përderisa dirigjohemi dhe direktivat vijnë prej diku lart. Në fakt ne jemi të limituar dhe se unë kom pa edhe unione studentore cilët janë të përgjithshme dhe duhet të luajnë atë rolin e mirëfillt si pasqyrë të gjithë studentëve, ata veprojnë vetëm atëherë kur partia i urdhëron që të veprojnë. Dhe në këtë nuk veprojnë në situata të tjera. Në këtë rast A keni drejt të meloni union të pavarur? Po gjithë thunë se janë të pavarur. Por nuk ka union që thotë që jemi të varura. Shumë mirë. Mirë po tash nuk duhet të bëhemi si ajo që vazhdimisht vetëm themelojmë unione dhe vazhdimisht ka unione të reja. Ne shohim ko jemi studentë gjithë mirë, po nuk kemi një union kështu, themi në mënyrë të mirëfillt, një union i pastër të purë i cili mbron interesat e studentëve. Edhe lëvizje për reforma kemi, ta bëjmë një lëvizje për reforma në unionin e studentëve. Realisht duhet që gjithë ata studentë të cilët kanë kualitete dhe posedojnë kualitete të mirëfillta ose të reformojnë këto unione ekzistuese, është njëri prej opsioneve, ose të krijojnë një union të mirëfillt por i cili nuk do të jetë i varur. Do të thonë prej direktiva të tjera partijake, por që të mbrojnë në mënyrë të mirëfillt interesat dhe vullnetin e vetë studentëve. Patjetër, Fuat arriton edhe ne sigurisht se tema e të rinjve është shumë e gjerë, do thotë edhe do të na duhen shumë emisione për debatu, për të shtjelluar disa shumë tema do thotë të cilat i tangojnë do thotë të rinj. Mirë, po shpresojmë që me këtë debat do thotë kemi dhënë një pikë referimi edhe të ta sensibilizojmë do thotë të rinjun shqiptar se përgjegjësia është tek ato, obligimi është tek ato dhe topi për të luajtur është tek ato. Dhe shpresojmë ne të gjithë do thotë që pas këtij debati ta ngrejmë pak rinien, kërkon ato përgjegjësitë e veta të cilat na takojnë. Ne shpresojmë që do të realizojmë edhe emisione të tjera pikërisht ku do të preken ato të interesat e të rinj. Ne ju falenderojmë që sensibilizimin e parë bënët ju që na dha të hapësirë dhe një televizim prestigjioz dhe ju si personalisht që na ofruat hapësirë për të debatuar problemet tona dhe përveç aksesi profesional që keni bërë në nivel gazetares, keni bërë në sektorin jo qeveritar dhe kjo vjen mirë që përsëri tangoni temat të cilët janë esenciale për të trajtuar. Faleminderit juve dhe dera është e hapur çdo. Faleminderit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, takim të radhës YL të shtunën e ardhshme në ora 16:00 deri atëherë mirupafshim.